Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Anjeza Shahini ndan një moment të vështirë, bashkëshorti i lëndohet në një aksident të papritur. Këngëtarja e njohur Anjeza Shahini ka shqetësuar ndjekësit e saj pasi ka bërë publik një episod të rëndë që i ka ndodhur në familje. Në një Instagram ka publikuar një foto të bashkëshortit të saj, i cili shfaqej me sy të lënduar dhe të mbuluar me gjak pas një aksidenti të befasishëm në orët e para të mëngjesit. Sipas Anjezës, bashkëshorti i saj është goditur nga një biciklist i papërgjegjshëm, duke shkaktuar plagë që kërkuan ndërhyrje të menjëhershme mjekësore. Fatmirësisht, situata nuk ka qenë më e rëndë. Artistja njoftoi se ai ka marrë vetëm disa qepje të vogla dhe aktualisht ndodhet në pushim për të rikuperuar. Gjithçka është nën kontroll. Janë bërë disa qepje dhe tani duhet vetëm kohë të pushoj, shkroi ajo. Megjithatë, mesazhi që këngëtarja dëshiroi të përcillte ishte më i thellë. Një thirrje për vetëdijësim dhe kujdes në përditshmëri. Faleminderit Zotit që gjithçka është në rregull. Vetëm një kujtes, mjafton një sekondë dhe jeta mund të ndryshojë përgjithmonë. Ju lutem, qëndroni të kujdesshëm dhe mbajini të tjerët sa më të sigurt, shkroi Anjeza. Ky episod na rikujton se sa e brisht është jeta dhe sa e rëndësishme është kujdesi në çdo moment. I urojmë shërim të shpejtë bashkëshortit të saj.